ofron. Prandaj çdo tendencë që të manipulohet me qytetarë, duke gjetur fajtor imagjinar se ata nuk po na dojnë, ata po dojnë më na rrezu, çka kanë prit lëvizjave vendosje. Se opozita do t'i aplaudoj, do ta mbajnë në pushtet pozitën. Është absurde veç me unal, veç pak me analizu. Patjetër që opozita gjithmonë për mision e ka që të kryjë mandatin e vetë, përfaqësimin e vetë që ka me numra. Duhet edhe ta respektojnë një farforme edhe përqindjen cilën e kanë dhënë qytetarët e Kosovës për gjitha partitë politike në vend? Patjetër që duhet ta respektojë përqindjen, e në rand parë përqindjen e votave që ka marrë si mandat për subjektet opozitare, në këtë rast Partia Demokratike në rand të parë ka obligim që të mbaj fjalën, të mbaj qëndrimin, edhe t'ju del zot aty në votave që e kanë mbështet. Dhe elektorati i Partisë Demokratike ka votuar Partinë Demokratike me platformën e vetë politike. Prandaj çdo tendencë që dikush ta tjetërsoj atë vullnet, duke i dhënë mbështetje një platforme tjetër politike e cila nuk është mbështet nga elektorati i Partisë Demokratike, do të ishte jo në rregull, do të ishte një thirrje e besimit. Nga kjo që po thoni zotëria Ashara, i bie që PDK atëherë nuk qenë ka asnjëherë e gatshme për koalicione me partitë politike, këtë radhë as me vetëvendosjen, por as në rast se një parti tjetër dele para? Jo në formën e diktatit, jo në formën e nënshtrimit ashtu qysh po kërkon lëvizja vetëvendosje. Partia Demokratike qysh kur gjithë kanë vendosur vijat kuqe, ka pas një qëndrim të qartë, duke kuptuar sistemin që ne e kemi, edhe mënyrën se si mund të zgjidhen edhe duhet zgjidhen institucionet, presidenti, qeveria, kuvendi, atëherë me kohë ka pas qëndrim të qartë, nuk ka vijat e kuqe për partitë dhe subjektet politike shqiptare. Po, para një marrëveshje duhet akordim, duhet tulen të diskutojnë, të vendosen disa parime mbi të cilat do të arrije një marrëveshje, pastaj të qëndroja së marrëveshje për krijimin e institucioneve. Si besoni në fakt se vetëvendosja do të procedoj me këtë pjesën e diskutimeve për krijim të institucioneve të vendit dhe mbase çka do të ishte rruga më e dur ose formula më e dur sipas PDK-s? Unë mendoj, kjo është qëndrim imi personal, që Partia Demokratike nuk do duhet të përfshije në asnjë formë, në asnjë marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje. Pse? Nuk do duhet të ishte në koalicion, as në nivelin qendror, as në nivelin lokal, në disa vende që ka një